Nëse I kushtojmë gjithë vëmendjen botës, atëherë pikërisht nga ligjet e vetdijes, bota bëhet realiteti ynë I vetëm. Duke medituar mbi botën, ne I japim botës fuqinë e vetdijes dhe mendjes sonë. Me anë së kësaj fuqie, pra, bota na kontrollon dhe na mban robër për aq sa nuk dim asgjë tjetër. Sot do të udhëtojmë me Jiri Vacek në meditimi dhe samadhi. Vacek është praktik, nuk kërkon spektakël, kërkon që të jesh I pranishëm. Gjatë këtij leximi, mund ta përdorësh çdo fjali si këmban që të kthen në brendësi. Ky regjistrim u soll në shqip që mësimi të jetë sa më në afërsi me atë vesh që dëgjon. Pas kësaj video ka orë përkthimi, regjistrimi, montimi, artizanati thjesht për ta shtyrë përpara një vepër që ja vlen. Faleminderit dhe le të hyjmë në kapitullin e parë, titulluar Meditimi. Thelbi I të gjitha llojeve të praktikave shpirtërore është ajo që yoga e quan meditim, misticizmi, kontemplim dhe Bibla, lutje e heshtur. Të gjithë këto terma tregojnë në fakt të njëjtën gjë, koncentrimin e së gjithë qenies njerëzore, një koncentrim që përdor të gjitha fakultetet njerëzore, vetdia, mendja, dashuria dhe dëshira, objekti I së cilit është ose Zoti në disa nga aspektet e tij, ose të paktën imazhi I Zotit. Meditim, edhe pse përdoret rregullisht, nuk është një fjalë mirëzgjedhur për një koncentrim të tillë. Kuptimi literal I meditimit është të menduarit, por meditimi yogik megjithatë është krejtësisht e kundërta e të menduarit, sepse ai e bën mendjen të palëvizshme. As edhe kontemplimi, e cila do të thotë pasje njohurie ose survejimi, nuk e kap kuptimin e meditimit të avancuar yogik ose atë mistik. Çuditërisht, përkthimi më I mirë, nëse është I paplot, I një meditimi të tillë është dhënë nga Jezusi në urdhërimin e tij më të lartë të dashurisë. Ky urdhërim, siç shprehet tek Mateo 22:37, Marku 12:30 dhe Luka 10:27, na thot se ne duhet ta duam Zotin me të gjithë zemrën tonë, me të gjithë shpirtin, mendjen kjo dhe forcën tonë. Më tej, dashuria jon për Zotin duhet të vazhdojë në mënyrë konstante, pa ndërprerje, siç nënkuptohet te Testamenti I Ri, lutu pa pushuar. Çfarë nuk është përmendur në urdhërimin e Jezusit është vetdia. Vetdia është megjithatë e në kuptuar atje pasi nëse unë do të dua diçka siç është përshkruar, unë nuk mundem përveç se të kthej vetdijen tim te ajo. Urdhërimi më I lartë I Jezusit është një instruksion për meditimin yogik. Ne duhet të koncentrohemi në Zot pa ndërprerje dhe me të gjithë qenien tonë. Do me thënë, me të gjitha ato 3 komponente primare të qenies sonë të përfshirë. Ne duhet të vazhdojmë ta kthejmë vëmendjen e vetdijes sonë te Zoti. Ne duhet të qetësojmë mendjen tonë dhe ta koncentrojmë atë në Zot bashkë me vullnetin tonë, duke shfrytëzuar kështu të gjithë fuqinë tonë, shakti. Dhe ne duhet të kemi mall për Zotin dhe ta duam atë me të gjithë zemrën tonë. E si tjetër mund të jetë? Vetdia, e cila rrjedh në një rrjedhje dhënëse drejt objektit të koncentrimit ton, duhet të veprojë në unison, një zëri me shaktin, mendjen, duke I dhënë fuqinë dhe energjinë ton të meditimit. Dhe me dashuri, duke na bashkuar ne me objektin e dashur. Për sa kohë që ne nuk bëjmë një përdorim të ndërgjegjshëm dhe të qëllimshëm të vetdijes, shaktit dhe dashurisë së bashku, ne nuk mund të arrijmë një meditim efektiv dhe në fakt nuk mund të jetojmë një jetë shpirtërore të ekuilibruar. Nëse ne neglizhojmë ndonjë nga këto 3 parime hyjnore,
koncentrimi ju në Zot në mënyrë të pashmangshme do të jetë i pjesshëm. Dhe koncentrimi i pjesshëm sigurisht nuk mund të sjellë rezultate të plota. Rezultatet e meditimit janë, po ashtu si edhe rezultatet e çdo veprimi tjetër, të determinuara nga ligji i shkakut dhe pasojës. Në akord me këtë ligj, vetëm një meditim i tillë mund të çojë te Zoti, ajo substancë jona hynore, vetja jonë e vërtet, e cila ka Zotin si objektin dhe synimin e saj. Do me thënë, e cila përfshin koncentrimin në imazhin e Zotit ose disa prej aspekteve të paprekshme të tij. Shumë ushtrime meditimi, të tilla si ajo e të fokusuarit në një pikë të zezë në mur, nuk përfshin një koncentrim të tillë në Zot. Këto nuk të çojnë te Zoti, dhe se në fakt ato nuk mund të çojnë tek Ai. Dhe si munden ato nëse ato nuk na bëjnë ne të koncentrohemi te Ai? Në një masë edhe më madhështore, kjo është e vlefshme edhe për shumë teknika të tjera të cila besojnë se ndihmojnë në rritjen shpirtërore të dikujt. Dhe për të përmendur disa, le të themi asanat, mudrat, agjerimi ose mbajtja e beqarisë. Këto në rastin më të mirë mund të ndihmojnë, për asgjë më shumë. Unë mund të fokusohem në një pikë të zezë në murin përpara meje, ose në majën e hundës për aq kohë sa unë dua, ose për atë punë mund të vazhdoj të agjeroj për shumë ditë ose të jem beqar për shumë vite, dhe prap nuk mund të afrohem më afër Zotit. Vetëm koncentrimit e Zotit sjell Zotin, asgjë tjetër. Në praktik, siç u tha, njerëzit shpesh koncentrohen në Zot duke zvendësuar për të një imazh të një personi hynor, të tillë si Jezusi, Buda ose Ramana Maharshi. Meqense ligji i shkakut dhe pasojës nuk ka përjashtime, gjithkush e realizon Zotin në atë aspekt ose formë në të cilën ai koncentrohet në të. Një që koncentrohet te Jezusi arrin një vizion të tij. Një që koncentrohet te kali, arrin një vizion të kalit. Nëse një imazh qendror i koncentruar i tillë është i fortë dhe afatgjatë, vizionet e arritura të qenieve hynore mund të veprojnë si të gjalla dhe madje edhe të flasin. Të gjitha llojet e vizioneve të Virgjëreshës Mari, Jezusit dhe shenjtorëve janë rezultate të koncentrimit në një person hynor. Një riprezentim antropomorfik i Zotit. Meqense Zoti, megjithatë, nuk është një person, meqense ai nuk ka një formë, është e nevojshme të kalojmë përtej koncentrimit në një imazh dhe të fillojmë të koncentrohemi te Zoti si një frymë pa formë dhe jo materiale. Kjo zakonisht bëhet duke koncentruar vëmendjen në një aspekt të vetëm jo material të Zotit. Vedia, shakti, ndoshta në një formë dritë hynore në një lloj manifestimi më të lartë të shaktit, ose dashuria. Nëse ne koncentrohemi në një aspekt të zgjedhur të Zotit në një mënyrë të qëndrueshme edhe për një kohë të gjatë, nuk ka asnjë dyshim se ne do ta realizojmë Zotin në këtë aspekt, por vetëm në këtë aspekt. Të realizosh Zotin në një tjetër aspekt, ne duhet të bëjmë përpjekje shtesë dhe të përshtasim në një mënyrë të duhur fokusin e meditimit tonë. Shumë instruksione meditimi kërkojnë që ne të fokusojmë vetdijen tonë, vëmendjen e vetdijes sonë në diçka objektive, në imazhin e Zotit, në praninë përfshirëse të Zotit dhe kështu me radhë. Por nëse e bëjmë këtë, ne në mënyrë indirekte forcojmë ndjenjën tonë së të qenit të veçuar nga Zoti. Ne ngrejmë një dikotomi të re me unë kundra Zotit dhe kështu pengojmë bashkimin tonë me të. Akoma më keq, ne e shpërfillim Zotin të jetë natyrshëm në ne, natyrën tonë hynore, vetdijen tonë. Paradoksikisht, duke medituar në diçka objektive, ne jemi duke u larguar nga ajo që është më e rëndësishmja. Qëllimi ynë përfundimtar i meditimit, Zoti në aspektin e tij të vetdijes sonë.
sepse e vërteta më e lartë rreth meditimit është ajo e cila është më e rëndësishme në meditimin ton, nuk është se në çfarë ne koncentrohemi, por ajo se me çfarë ne koncentrohemi, vetdijen ton, veten ton hyjnore. Koncentrimi në imazhin ose aspektin e Zotit, nëse kjo perceptohet objektivisht dhe veçmas nga medituesi, nuk është më e larta. Koncentrimi më i lartë është koncentrimi në vetdijen e koncentruar të një. Ky koncentrim është gjithashtu rruga më e shkurtër drejt përvojës së drejt për drejt të Zotit, realizimit të Tij. Prandaj ne duhet të jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për atë që është duke u medituar në brendësinë tonë. Kjo është shumë më tepër dhe shumë më e lartë, do me thënë më afër Zotit, se sa ajo në çfarë ne meditojmë. Ne duhet të meditojmë në atë që është duke medituar, mbi vetdijen tonë, dhe të jemi në vetëdijshmëri të vetes son, si kjo vetdije gjatë gjithë kohës dhe me intensitetin më maksimal të mundshëm. Nuk ka asnjë meditim më të lartë dhe më efektiv se ky. Meditimi më i lartë është meditimi mbi veten, mbi medituesin. Qëllimi final i meditimit është të realizohet Zoti në një ose më shumë prej aspekteve të Tij, në të vërtetën, dashurinë, fuqinë, dhe të bëhesh një me të. Për të arritur këtë qëllim, është e mira që ne të përmbajemi nga gjithçka që na mban larg nga Zoti. Për këtë ne duhet të kuptojmë mirë se çfarë Zoti është. Meqense Zoti është i përjetshëm dhe i kudondodhur, ai nuk është larg prej nesh. Ai është këtu dhe tani dhe kështu edhe në brendësinë tonë. Ai na përshkon të gjithëve ne, por është më i afërti me ne në vetdijen tonë, një pjesë e vetdijes së Tij. Si Zoti, po ashtu edhe krijesat e Tij jetojnë sipas të vetmes hyjni, unë jam. Kërkimi për Zotin, pra, nuk është kërkimi një diçkaje atje larg në hapësirë dhe kohë, por një procesi së kthyerit vëmendjen tonë tek ajo që është këtu dhe tani, prej së cilës jo vetëm që ne nuk jemi të ndarë, por që asnjëherë nuk mund të jemi të ndarë. Realizimi i Zotit, pra, është një ndërgjegjësim i një mënyre të rregullt të kthimit të vetdijes se Zoti është me të vërtetë këtu dhe tani, si brenda po ashtu edhe jashtë. Personalisht, unë mendoj se një njeri që ka realizuar Zotin nuk është për t'u ngjashmëruar as me një peshk në det, dhe as me një pikë uji të tretur në det. Unë mendoj se mënyra më e mirë për të përshkruar bashkimin e njeriut me Zotin është si një val në det. Një njeri me vetëdijshmëri është bashkuar me Zotin, një me të në substancë, por jo i barabart me të në tërësinë e Tij. Kapitulli 2. Kuptimi i mirë është një parakusht për meditim të mirë. Meditimi, përqendrimi, lutja e heshtur ose vigjilenca është një nga shtyllat më të rëndësishme të praktikës shpirtërore, dhe të gjitha këto terma janë praktikisht sinonime. Megjithatë, nëse nuk meditojmë siç duhet, mund të presim më kot frutet e meditimit. Një praktikë saktë meditimi bazohet në një kuptim të plotë të asaj që meditimi është. Ne duhet të kuptojmë parimet e meditimit, mekanizmat me anë të cilave meditimi funksionon dhe ligjet që përcaktojnë përparimin e dikujt në meditim. Prandaj është e dobishme nëse meditimi shpjegohet në një sër këndvështrimesh të ndryshme. Shumë udhëzime meditimi u japin lexuesve të tyre përshtypjen se mjafton të zgjidhni një objekt dhe të filloni të përqendroheni në të. Thjesht bëheni dhe gjëra të mëdha, nëse jo mrekulli do të ndodhin. Megjithatë, në praktik, shpesh nuk ndodh asgjë. Arsyeja është e thjeshtë. Meditimi i gabuar dhe mungesat e të kuptuarit se çfarë meditimi është, se çfarë ndodh gjatë meditimit,
se si duhet të vazhdoj meditimi dhe çfarë duhet të çojë ai. Në qendër të meditimit është vetdia, dhe vetdia ka këto karakteristika: jep jetë, gjallëron, mundëson të kuptoj diçka, të ndërgjegjësohet për diçka, është bartësi i identitetit të dikujt, është parimi kognitiv, është parimi unifikues. Për të medituar në mënyrë efektive, ne duhet të përdorim të gjitha këto veti të vetdijes. Në veçanti, ne duhet të jemi të vetdijshëm në masën maksimale të mundshme për procesin e meditimit. Të jemi të vetdijshëm për veten, medituesin, arrim njohjen, realizimin për atë që meditojmë. Një meditim i tillë është natyrisht larg relaksimit të rastësishëm ose respektimit mekanik të udhëzimeve të dhëna, dhe madje edhe më tej nga gjumi gjysmë i vetdijshëm ose hutimi. Është një gjendje e vigjilencës maksimale të mundshme, një gjendje e vetdijes së vetdijes, në të cilën dallohet qartë identiteti i medituesit dhe objekti i përqendruar mbi të po realizohet qartë. Asnjë realizim nuk është i mundur pa njohur dhe kuptuar atë që kupton. Thjesht të qenit i vetdijshëm për diçka nuk sjell asnjë përfitim derisa ajo diçka të njihet dhe kuptohet në mënyrë adekuate. Një copë metali i verdh në dorën e dikujt nuk vlen asgjë derisa njeriu ta njohë atë si ardh dhe të mësojë vlerën dhe përdorimin e tij. Prandaj edhe mendja luan një rol të rëndësishëm në meditim. Mendja jo si një aftësi e të menduarit, por si një mjet i të kuptuarit dhe njohjes. Mendja në këtë kuptim shpesh quhet budi, pjesa më e lartë e mendjes. Vetëm kur mendja dhe vetdia veprojnë në unison, kur formojnë unitet në veprim, lind realizimi. Më pas vetdia realizon objektin që i kushton vëmendje dhe mendja në aspektin e saj njohës e njeh atë objekt si dhe realizimin e tij. Për të arritur një unison të tillë midis vetdijes dhe mendjes, ne duhet të meditojmë me vigjilencën maksimale të mundshme të asaj që po ndodh në meditim dhe me përpjekje të vazhdueshme për të njohur dhe kuptuar të gjitha gjendjet dhe fenomenet rezultante. Nëse meditojmë sakt, vetdia jon nuk do të humbas në të vëzhguarin, por do ta përshkojë atë, duke u bashkuar me të dhe duke e realizuar atë. Dhe për të gjitha këto, ne do të jemi plotësisht vigjilent. Përqendrimi, si dhe vigjilenca, ka disa faza. Një klasifikim i përdorur shpesh bazohet në atë se sa gjatë ne mund ta mbajmë mendjen të qetë. Ky klasifikim është i dyshimt. Nëse unë e di se kam mbajtur mendjen të qetë për ca kohë, le të themi 12 sekonda për mendjen shpesh si një prag kritik, atëherë pikërisht për këtë arsye nuk mund të kisha medituar vërtet. Si tjetër mund të mbaj gjurmë të kohës dhe kështu të përcaktoj kohës zgjatin e qetësisë së mendjes sime. Vetëm nga qetësia e mendjes nuk mund të pritet asgjë shpirtërore, aq më pak samadhi. Edhe një mendje tamasike është e qetë, por është aq e shurdhër sa nuk mund të arrijë asgjë. Eshtja për të cilën duhet të përpiqemi nuk është pa mendim i shurdhër, por qetësia e qartë e vetdijes. Një paqe e tillë nuk prishet edhe nëse lindin mendime delikate dhe mendja e pastër angazhohet në veprimtari njohëse. Paqja dhe qetësia e vërtet janë veti të vetdijes dhe nuk varen nga pasiviteti i mendjes. Paqja e vetdijes, pasi arrihet dhe mbahet, përshkon mendjen dhe e mban atë të qetë, pavarësisht nga aktiviteti i saj. Shumë më e rëndësishme se qetësia e mendjes është intensiteti dhe objekti i përqendrimit të vetdijes. Zoti nuk mund të realizohet vetëse duke u përqendruar tek ai, në një aspekt që ndihemi të tërhequr dhe ku arrim të fokusohemi. Përqendrimi në objekte të tjera mund të ndihmojë në rastin më të mirë, por asgjë më shumë.
Sipas intensitetit dhe objektit të përqendrimit, mund të dallojnë disa faza të përqendrimit. Në përqendrim të thjesht, ne vëzhgojmë objektin e zgjedhur, duke e perceptuar atë si jashtë nesh, edhe nëse objekti është një pjesë e trupit tonë ose një mendim. Ne vëzhgojmë dhe jemi qartësisht të vetëdijshëm se jemi të shkëputur nga të vëzhguarit. Ky quhet qëndrimi ose vetdia e vëzhguesit të shkëputur, dëshmitarit të pashqetësuar. Në një fazë më të lartë të përqendrimit, ne transferojmë vetdijen tonë në objektin e zgjedhur, për shembull një çakër. Një transferim i tillë jo vetëm që përmirëson aftësinë tonë për të mësuar rreth objektit si të tillë, por edhe për ta realizuar këtë objekt si vetdije dhe në vetdije. Në një fazë akoma më të lartë të përqendrimit, si ne, vëzhguesi, ashtu edhe i vëzhguari, përmbahemi në të njëjtën vetdije. Ato janë një. Në këtë fazë, fuqia unifikuese e vetdijes më në fund jep fryte. Kjo fazë e përqendrimit duhet të praktikohet me mirë kuptim dhe njohje se gjithçka është një në vetdije. Në vigjilencë mund të dallohen disa faza sipas mënyrës se si vetdia merr pjesë në veprimet e kryera dhe se sa është e vetëdijshme. Ekziston një ndryshim thelbësor midis të qenit vigjilent ndaj aktiviteteve të kryera dhe të qenit vigjilent ndaj vetvetes. Do me thënë, të qenit i vetëdijshëm se është një vetdije e vetëdijshme. Në fazën e parë të vigjilencës, vetdia jonë është e zhytur në aktivitetet e trupit ose mendjes ose ngjarjeve të botës. Megjithse ne i kryejmë, vëzhgojmë ato me vigjilencë. Në një gjendje më të lartë të quajtur ndonjëherë vigjilencë lartë, ne, ndërkohë që regjistrojmë ende të vëzhguarin, tërheqim vëmendjen tonë nga e vëzhguara, aq sa të fillojmë ta perceptojmë veten si një vëzhgues si vetëdijshëm. Thithja e pavërejtur më parë e vetdijes në të vëzhguarin, përfshirë trupin dhe mendjen, zvogëlohet dhe vetdia jon fillon të përjetojë qenin e saj si një vëzhgues i vetëdijshëm, i shkëputur. Së fundi, në fazën më të lartë të vigjilencës, ne bëhemi të vetëdijshëm për veten tonë në dhe nga vetdia. Ne e kuptojmë se jemi ajo vetdije. Fazat e përshkruara të përqendrimit dhe vigjilencës ilustrojnë qartë efektin jetëdhënës të vetdijes. Nëse e kthejmë vëmendjen e vetdijes sonë te diçka, ne e sjellim atë në ballë të vetdijes sonë. Ne i japim jetë, e thërasim në ekzistencë dhe prandaj e realizojmë. Në të njëjtën mënyrë, nëse e kthejmë vëmendjen e vetdijes tonë te vetdia, vetdia jonë e realizon veten. Fillimisht si vetdije e vëzhguesit të shkëputur, më vonë si vetdije e pastër e vetëdijshme. Nëse budi, mendja jonë e ndriçuar i njeh sakt këto nivele të realizimit, identiteti ynë gradualisht do të zhvendoset nga ajo që nuk jemi në atë që jemi në të vërtetë. Nga trupi dhe mendja, vetëm tek vetdia. Përqendrimi, nëse njihet dhe kuptohet në mënyrë adekuate, mund të karakterizohet si një proces në të cilin Shiva dhe Shakti, vetdia dhe fuqia kjo, në duke të ndarë në gjendjen e rënë të ignorancës, bashkohen në objektin e përqendruar. Kjo vlen veçanërisht për përqendrimin në frymarrje. Mbi të gjitha frymarrjet e brendshme, pranike dhe çakrat. Një shembull klasik i bashkimit të Shivait dhe Shaktit është frymarrja e vetëdijshme. Por ky bashkim ndodh vetëm nëse e dim dhe e njohim atë. Meditimi që përdor me vetdije si ndërgjegjen ashtu edhe Shaktin ka efekte dukshëm më të mëdha. Më efektive në këtë kuptim është përdorimi i një kohshëm i transferimit të vetdijes, frymarrjes pranike dhe mantrës.
Kjo mund të bëhet si më poshtë. Zgjidhni një pjesë të trupit tuaj, një qendër pranike, chakër, ose një pasazh pranik, quajtur nadi. Transfero vetdijen tënde në këtë hapësirë. Merr frymë vetdije prane atje dhe përsërit atje një mantra në ritmin e frymarrjes tënde. Ky ushtrim mund të përdoret për të ringjallur trupin tënd, chakra dhe nadin me anë të pranave. Siç u shpjegua më herët, dy gjëra janë parakushte për meditim të mirë: të kuptuarit adekuat dhe përqendrimi i mirë. Kuptimi adekuat na ndihmon, mbi të gjitha, për të zgjedhur një objekt të përshtatshëm për përqendrim. Përqendrimi i mirë, i cili nuk duhet të jetë mekanik, i shurdhër ose gjysmë i vetëdijshëm, na ndihmon të mbajmë vëmendjen në këtë objekt. Por të kuptuarit adekuat dhe përqendrimi i mirë nuk mjaftojnë për të bërë meditim të mirë. Përveç kësaj, meditimi i mirë kërkon një pamje të caktuar të syrit të shpendëve, ku ne njohim dhe jemi të vetëdijshëm për procesin e meditimit, veten si meditues dhe efektet e meditimit. Të jemi të vetëdijshëm për veten në meditim nuk është më pak e rëndësishme se sa të jemi të vetëdijshëm për objektin mbi të cilin po meditojmë. Në fakt, është më e rëndësishme. Vetdia dhe realizimi: unë jam duke medituar dhe e di që unë meditoj, e njoh veten si vetdije medituese, duhet të jenë gjithmonë të pranishme në meditimin ton, pavarësisht nga forma e tij. Një kërcim i vërtet cilësor në meditim është aftësia për të qëndruar në disa nga aspektet e Zotit, veçanërisht në vetdijen e pastër të vetdijes. Një meditim i tillë është një samadhi i vërtet, pavarësisht nëse mendja dhe trupi ynë janë aktiv ose jo. Kur qëndrojmë në vetdijen e pastër, unë jam, kjo vetdije fiton fuqi dhe fuqi të jashtëzakonshme. Koncentrimi në vetdije, unë jam, është shumë më i fuqishëm dhe efektet e tij janë shumë më të theksuara. Nëse pasi të jemi të vetëdijshëm për vetdijen tonë, dëshirojmë të bëjmë disa ushtrime të veçanta shpirtërore, për shembull ushtrime yoga shakti, duhet t'i bëjmë ato gjithmonë me edhe në vetdijen unë jam. Meditimi i mirë është një proces që evoluon vazhdimisht ndërsa ne përparojmë drejt qëllimit tonë. Ky synim nuk është asgjë më pak se realizimi i natyrës sonë të vërtet, vetë Zotit, i ndjekur nga bashkimi me të dhe zhvendosja e identitetit ton tek ai. Është e rëndësishme që ne ta përshtasim meditimin ton sipas parimeve të dhëna në mënyrë që të mos e harrojmë këtë qëllim. Për shembull, nuk duhet të bëhemi të vetë kënaqur pasi kemi zotëruar një lloj meditimi më të ulët dhe të ngecim në fazën përkatëse të evolucionit shpirtëror, por duhet të vazhdojmë dhe të vazhdojmë deri në qëllimin përfundimtar. Fatkeqësisht, ka shumë kërkues që ndihen rehat me disa teknika të meditimit dhe fillojnë të ngecin. Ata arrin një gjendje të caktuar meditative dhe, duke u mbështetur në dafinat e tyre, mbeten në këtë gjendje për tërë jetën. Një shembull është një mik imi, një vegetarian i përjetshëm dhe një besimtar i Ramana Maharshit. Ky mik vazhdoi të meditonte gjithë jetën në të njëjtën mënyrë. Siç thoshte ai gjithmonë ja dilte mbi greminën e gnostikëve dhe më pas mbeti atje, duke mos përparuar kurrë më tej. As edhe një qëndrim një vjeçar në Indi, kryesisht në Ramana Ashram në Tirumavalai, nuk e ndihmoi atë. Megjithatë, do të kishte mjaftuar sikur ai të ishte ndërgjegjësuar se në Humner, zbrazësi, ai vetë është i pranishëm si vetdia e pastër unë jam. Dhe sikur ta kishte kthyer vëmendjen tek kjo vetdije, do ta kishte kuptuar veten si kjo vetdije.
Meqense ai ishte I njohur me mësimin e Maharashit, që komenton gjendjen e zbrazësisë, është një enigmë e vërtet pse ai kurrë nuk e kuptoi se si të vazhdonte më tej. Vështirë se dikush mund të dëshirojë një shembull më bindës se sa I rëndësishëm është të njohësh parimet dhe metodat e meditimit. Edhe pse ana teknike e meditimit është shumë e rëndësishme, meditimi nuk mund të konsiderohet vetëm si një çështje teknike. Është po ashtu një çështje e zemrës dhe e dëshirës. Nëse meditojmë me një dëshirë të dashur për qëllimin ton, meditimi ynë shkon shumë më mirë sepse merr dashurinë, një aspekt tjetër të fuqishëm të Zotit. Një meditim I tillë gradualisht bëhet jeta e vërtet hyjnore. Jeta në vetdijen hyjnore, fuqinë hyjnore dhe dashurinë hyjnore. Vetëm kur kjo ndodh mund ne të themi se meditimi ynë është I plot dhe I përsosur. Shakti merr pjesë në meditim jo vetëm si budi, pjesa më e lartë dalluese e mendjes dhe vullneti që siguron një praktik të palëkundur, por edhe si përpjekje që bëjmë në meditim. Ndoshta për abin e shumë kujt, më lejoni të theksoj sërish se kjo përpjekje duhet të jetë në maksimumin e mundshëm, që ne duhet të meditojmë me gjithë fuqinë që kemi. Meditimi që nuk bëhet gjithçka ka pak efekt. Edhe Jezusi e konfirmon këtë kur na mëson në urdhërimin e Tij të parë dhe më të lartë të dashurisë, se ne duhet të përqendrohemi te Zoti me gjithë qenien tonë, me të gjitha aftësitë tona. Dhe sa pak e kuptojnë këtë shumë të krishterë të sotëm. Ata që duan të kuptojnë kuptimin e vërtet të fjalëve të Jezusit, duhet, për ironi, t'i drejtojnë jogës ose budizmit. Nëse nuk kemi sukses në meditim, arsyeja është zakonisht kuptimi ynë I pamjaftueshëm, ose dashuria dhe dëshira jonë e pamjaftueshme, ose vullneti dhe përpjekja jonë e pamjaftueshme. Në fakt, ne meditojmë gjatë gjithë kohës që I kushtojmë vëmendje diçkaje, qëndrojmë me vetdijen tonë në diçka, duke e fuqizuar, duke I dhënë jetë, duke u bashkuar me të, duke e realizuar dhe duke u identifikuar me të. Problemi është se shumicën e kohës ne e bëjmë këtë në mënyrë të pavetdijshme, të pandërgjegjshme. Pavarësisht nëse meditojmë me vetdije ose jo, ligjet e vetdijes zbatohen pavarësisht kësaj, dhe ne korrim vetëm atë që na sjellin. Nëse I kushtojmë gjithë vëmendjen botës, atëherë pikërisht nga ligjet e vetdijes, bota bëhet realiteti ynë I vetëm. Duke medituar mbi botën, ne I japim botës fuqinë e vetdijes dhe vëmendjes sonë. Me anë së kësaj fuqie, pra, bota na kontrollon dhe na bën robër për aq sa nuk dim asgjë tjetër. Nëse në mënyrë të pavetdijshme I kushtojmë të gjithë vëmendjen trupit ton, trupi ynë thith vetdijen ton. Aq e plot mund të jetë kjo përthithje, saqë vetdia jon të identifikohet me trupin ton dhe të harrojë vetveten. Ai u harron se është vetdije dhe fillon ta konsiderojë veten trup dhe asgjë tjetër. E njëjta gjë mund të ndodhë dhe me mendjen tonë, mendimet dhe dëshirat tona. Nëse nuk dallojmë mes vetes dhe mendimeve dhe dëshirave tona, nëse qëndrojmë në to me vetdijen tonë, ne fillojmë t'i konsiderojmë ato pjesë të vetes sonë. Pavarësisht se sa të dyshimta mund të jenë, ne mund të fillojmë t'i vlerësojmë ato më shumë se sa vetë jetën tonë. Përfundimisht, ne sakrifikojmë për to jetën tonë, qoftë fizikisht në një çast, qoftë shpirtërisht në planin afatgjat. Ne duhet të ndalojmë meditimin mbi trupin dhe mendjen. Ne duhet të shohim nga ignoranca jonë dhe të fillojmë të kontrollojmë tendencat e vetdijes dhe mendjes sonë.
Kjo është pikërisht arsyeja pse kuptimi adekuat dhe aftësia dalluese janë kaq të nevojshme. Kjo është gjithashtu arsyeja pse meditimi gjatë gjithë ditës, vigjilenca dhe kontrolli i mendjes janë kaq të rëndësishme. I parë përmes thjerrzave të karmës, meditimi i pavetdijshëm mbi trupin dhe botën është një forcë reale, e cila, me ligjin e shkakut dhe pasojës, prodhon fatin ton të pabesë të së ardhmes. Në të kundërt, meditimi i vetëdijshëm dhe i pandërprerë mbi Zotin është karma yoga e vërtet. Yoga veprimi që synon çlirimin ndërmjet bashkimit me Zotin. Nëse një meditim i tillë i pandërprerë mungon, as shërbimi më bujar dhe më i shkëputur nuk do të bëj. Ashtu siç as sjellja më e përsosur e një nxënësi nuk do të kompensoj notat e tij të dobta. Kapitulli 3. Vëmendja e vetdijes dhe shakti. Nëse shqyrtojmë se çfarë kontrollon dhe drejton vëmendjen e vetdijes son, duke përcaktuar kështu gjendjen e vetdijes son dhe përmbajtjen e saj, ne jemi të detyruar të konkludojmë se ajo është shakti, mendja jon. Të paditurit, po ashtu si dhe të shkolluarit, të dy e drejtojnë vëmendjen e vetdijes së tyre kudo që mendja e tyre e drejton atë. Nëse mendja është kaotike, nëse i reziston kontrollit, ajo kërcen në mënyrë të çrregullt nga një mendim në tjetrin, duke mbajtur me vete vëmendjen e vetdijes. Tani këtu termi mendim qëndron për të gjitha aktivitetet e imagjinueshme të mendjes. Do me thënë imazhet, emocionet, dëshirat, zgjedhjet. Për të përjashtuar këtë gjendje fatkeqe, ne duhet kuptojmë forcat brenda mendjes që kontrollojnë dhe drejtojnë atë. Në parim, ekzistojnë dy forca të tilla, vullneti dhe dëshira. Të kuptuarit e ndërveprimit midis të dyjave ka disa implikime të rëndësishme për meditimin dhe praktikën tonë shpirtërore në përgjithësi. Vullneti buron nga arsyeja, dëshira pasqyron dëshirat tona emocionale. Në mënyrë tipike, vullneti dhe dëshira janë në konflikt të vazhdueshëm në të cilin, pothuajse si rregull, vullneti është humbës. Ne dëshirojmë diçka që arsyeja jonë e gjykon të gabuar dhe shkojmë drejt saj. Konflikti midis vullnetit dhe dëshirës, karakteristik e gjithë jetës sonë, shfaqet edhe në meditimin tonë. Vullneti ynë, duke respektuar arsyen, përpiqet ta kthejë mendjen dhe vetdijen tonë te Zoti. Dëshirat tona të pazotshme, megjithatë, largojnë vëmendjen e vetdijes sonë. Ky luftim i vullnetit kundër dëshirës nuk përfundon dhe nuk mund të përfundojë derisa t'i vendosim të dyja forcat në linjë, derisa vullneti dhe arsyeja jon të jenë në përputhje me atë që dëshirojmë dhe duam. Vullneti dhe arsyeja, të lidhura ngushtë, meqense e para nuk është vetë se vendosmëria për të vepruar sipas përfundimeve të së dytës, janë aftësi të mendjes. Meqense vullneti dhe arsyeja përdoren në meditim, nuk është e vërtetë që mendja nuk merr pjesë në meditim. Edhe pse mendimi ynë është i qetë në meditim, mendja jonë nuk është e fikur. Ashtu si çdo të na e drejtoj vëmendjen drejt qëllimit të zgjedhur, si arsye merr vetë vendimin ton për të medituar. Edhe një herë, ne shohim se vetdia dhe mendja, shiva dhe shakti, janë vetëm dy aspekte të një uniteti që mbajnë dhe veprojnë vazhdimisht mbi njëra tjetrën. Meqense dëshirat tona, format e konkretizuara të dëshirave tona emocionale, janë më të forta se vullneti ynë, dora vepruese e arsyes son, është shumë e rëndësishme që ta pastrojmë mendjen tonë nga gjithçka që na tërheq atje ku nuk duam që të shkojmë. Pastrimi i mendjes duhet të jetë i qëndrueshëm, efektiv dhe i gjatë gjithë ditës, ose për ndryshe nuk do të mund të arrijmë kurrë një meditim të mirë, adekuat.
Nëse i mbajmë dëshirat, aktivitetet e mendjes të pakontrolluara gjatë gjithë ditës, ato në mënyrë të pashmangshme do të na shqetësojnë meditimin. Ato do të pengojnë përqendrimin, koncentrimin ton dhe do të largojnë vëmendjen ton në rrugën e tyre të padëshirueshme. Lidhja midis shkallës së kontrollit të mendjes son gjatë ditës dhe cilësisë së meditimit ton është një fakt i provuar. Për të zgjidhur konfliktin midis vullnetit dhe dëshirës, ne nuk duhet të shtypim mendimet, dëshirat apo çfarëdo tjetër që lindin në meditim. Ajo që duhet të bëjmë është të bashkojmë vullnetin me dëshirën në një përpjekje për të arritur qëllimin e meditimit, Zotin, të vërtetën ose realizimin. Ne nuk mund të jemi të suksesshëm nëse vullneti, arsyeja kjo dhe dëshira jon, emocioni, nuk veprojnë në përputhje. Vetëm me dëshirën tonë për Zotin, me gjithë vullnetin dhe gjithë zemrën tonë, mund të arrijmë ato. Për të dëshiruar për Zotin në një mënyrë të tillë, ne duhet të mësojmë të dëshirojmë atë që mendojmë të mirë dhe të drejtë. Nuk ka rrugë tjetër. Ndërsa ne sjellim vullnetin dhe dëshirën tonë në përputhje, shiva dhe shakti u martuan në ne. Fuqia dhe vetdia jon bëhen një në plotësinë hyjnore dhe realizimi do të jetë i lehtë. Konflikti midis vullnetit dhe dëshirës është arsyeja e vetme për çdo mosmarrveshje, dështim, vuajtje dhe rënje në rrugën shpirtërore. Nëse emocioni ynë dëshiron diçka që arsyeja jon e gjykon të gabuar, ne nuk mund të shpresojmë për sukses. Në vend të kësaj, ne jemi të destinuar të luftojmë një betejë të brendshme të pafund, që do të na lodhë vazhdimisht dhe do të na shkaktojë shumë shqetësime. Është e pabesueshme se sa i vështirë është për shumë prej nesh të duam atë që vetëm meriton dashurinë tonë dhe që vetëm është vërtet e mirë. Thelbi ynë më i brendshëm, Zoti në vetvete. Ajo që duhet të jetë më e lehtë dhe më e natyrshme, ne e gjejmë më të vështirën. Kjo gjendje e shpirtit tonë dëshmon qartë se sa shumë jemi distancuar nga Zoti dhe sa të fuqishme janë fuqitë e liga që ne, në dëmin tonë, mbajmë dhe ushqejmë në brendësinë tonë. Nga ajo që u tha për vullnetin dhe dëshirën, rezulton se të gjitha teknikat ndihmëse shpirtërore që ndihmojnë në qetësimin e mendjes, për shembull, mbajtja e frymarrjes, asana ose dieta speciale, mund të kenë vetëm efekte të kufizuara dhe të përkohshme. Ato e ngordin në klapa mendjen, por nuk e largojnë shkakun e të lashit me të. Ashtu si një qetësues i dhimbjes i shkatëron nervat, por nuk e largon shkakun e dhimbjes. Nuk ka asnjë mënyrë që të shmangni një pastrim rrënjësor të mendjes suaj dhe një ndryshim në orientimin e saj. Për aq kohë sa mendja jote të riqet drejt gjërave të pazotshme, për sa kohë që ajo kënaq dëshirat e kësaj bote, nuk ka vend në të për të shfaqur hyjnoren. Mundësia jote e vetme është të shpërndash të gjitha prirjet e mendjes armiqësore ndaj dritës. Nëse nuk përpiqesh ta bësh këtë me vendosmëri, meditimi adekuat do të jetë gjithmonë për te aftësive të tua dhe qëllimi i tij, Zotit, vetja jote vërtet, do të jetë për te mundësive të tua. Mos u përpiq vetëm për ndonjë qetësi shpirtërore. Përpiqu vetëm për paqen që të mundëson, në një vetdije të qartë, të bëhesh i vetdijshëm për Zotin. Asgjë nuk është më larg nga një paqe e tillë se sa apatia dhe letargjia e mendjes së shurdhër. Paqja për të cilën ti duhet të përpiqesh është vetdia hyjnore e gjallë, e ndritshme, e përshkruar nga drita. Vetja jote e vërtet. Të gjitha llojet e gjumit jogik, yoga nidra le të themi, janë në rastin më të mirë një uvertur për veten tuaj. Dhe në rastin më të keq, një qorësi nëse ngecni në vetkënaqësi në to. Edhe përvoja e bollëkut nuk është ende fundi, ose zbrasia, ajo se çfarë budistët e quajnë void, emptiness.
Ti duhet të ndërgjegjësohesh, të vetëdijsohesh me qartësinë dhe gjallërinë maksimale të mundshme për atë që është e vetëdijshme për zbrazësinë. Vetëdijen tënde të vetëdijshme. Kapitulli 4. Domosdoshmëria dhe rreziku i meditimit. Shumë mësues shpirtëror theksojnë se qëllimi ynë është të meditojmë gjatë gjithë ditës. Kjo me siguri është e vërtetë dhe e saktë. Megjithatë, arritja e këtij qëllimi nuk është aq e thjeshtë sa mendojnë disa, veçanërisht mësues lindor. Ndërsa ata jetojnë në qetësinë e ashrameve të tyre, ne nuk e bëjmë këtë. Ndërsa ata duhet të ruajnë vigjilencën, meditimin vetëm kur flasin me dishepujt e tyre gjatë një shëtitjeje, ose në rastin më të keq kur përgatisin ushqimin në kuzhinën e ashramit. Ne duhet ta bëjmë këtë mes gjithë kërdisë së botës perëndimore. Ky është një ndryshim i konsiderueshëm, sepse në këtë kërdi, përqendrimi, koncentrimi i pamjaftueshëm i një arkitekti ose një projektuesi makinerie mund të shkaktojë dëme madhështore dhe një moment i vëmendjes së përhumbur i një këmbësori, një shoferi ose një kirurgu mund të shkaktojë humbje jete. Për ta kuptuar këtë, duket se është për te aftësisë së disa mësuesve. Jeta e përditshme e një praktikuesi shpirtëror të punësuar në perëndim kërkon vëmendje, kohë dhe energji të konsiderueshme. E njëjta gjë po bëhet gjithnjë e më e vërtet për lindjen. Si mund të pajtohet një kërkesë e tillë me kërkesën bazë të jetës shpirtërore që ne t'i kushtojmë vazhdimisht të gjithë vëmendjen tonë Zotit, vetes? Edhe një gjë aq e thjeshtë sa mbajtja e qëndrimit të vëzhguesit të shkëputur bëhet e vështirë kur ne duhet të kushtojmë gjithë vëmendjen veprimeve tona. Kjo është pikërisht arsyeja pse këto veprime na thithin kaq shpejt. Është një fakt i vërtetuar se vëzhgimi i shkëputur është më i lehtë kur dikush është i qetë, si mendërisht po ashtu edhe fizikisht. Ajo që është relativisht e lehtë në qetësi bëhet e vështirë nëse jo e pamundur, kur përqendrimi, koncentrimi i plot në veprimet e kryera nuk mund të shmanget. Për këtë arsye, nuk është e dëshirueshme që një praktikues shpirtëror të përfshihet në aktivitete kërkuese, ose në të vërtetën të ketë një punë kërkuese. Megjithatë, edhe nëse një zgjedhje kujdesshme e një pune më pak të kërkuar mund të zvoglojë nevojën për përqendrim të lartë, kjo nevojë nuk mund të eliminohet kurrë plotësisht, siç mund dhe ndoshta mund të bëhet ende në disa ashrame lindor. Ajo që është e nevojshme atëherë është të mësosh se si të deportosh vëmendjen e dikujt. Ne duhet të mësojmë të jemi vigjilent në qartësinë mendore dhe atë fizike. Vigjilent për aq kohë sa të mundemi. Meqense gjatë pjesës së punës së ditës nuk mund të jemi kurrë në gjendje të përqendrojmë vëmendjen tonë plotësisht te Zoti. Meqense një pjesë e vëmendjes sonë do të duhet të drejtohet gjithmonë te veprimet tona, ne duhet të mësojmë të jemi përbrenda ose të qëndrojmë në vete, ndërsa bëjmë punën tonë. Nëse ne mund ta menaxhojmë këtë, nuk ka dyshim që ne i tejkalojmë ata që mund të jenë vigjilent vetëm në izolim. Është interesante të mendosh se sa jog të njohur do të përballeshin me kërdinë e botës perëndimore. Sidoqoftë, nuk duhet harruar se secili prej nesh ka pikërisht kushte të tilla për praktikën tonë shpirtërore, si çdo kush prej nesh krijon nga karma jon. Nevoja për meditim dhe më shumë për meditim të pandërprerë është e padiskutueshme. Megjithatë, vetëm meditimi nuk është i mjaftueshëm. Pretendimi se yoga është e barabartë me meditim është i rem. Pjesë përbërëse e jogës, misticizmi kjo, është edhe disiplina etike, baza e së cilës është pastrimi i mendjes.
ky pastrim shpesh në një bazë të shëndosh neglizhohet, gjë që është shumë e rrezikshme. Prirjet negative të një aspiruesi shpirtëror mund të kapin fuqinë e përqendrimit që ai fitoi dhe ta mposhtin plotësisht atë. Rezultati është rënja e tij në botën e së ligës dhe egos. Kjo është pikërisht ajo që Jezusi na paralajmëron kur thotë se një aspirant i tillë është më keq se në fund se sa ai ishte në fillim. Kushdo që praktikon koncentrimin, përqendrimin, duhet të jetë i vetëdijshëm se ai ka të bëjë me fuqinë madhështore të vetdijes dhe mendjes, e cila gjallëron dhe fuqizon çdo gjë që i drejtohet. Një person që koncentrohet, por mendja e së cilit është plot me dëshira së kësaj bote apo me qëllime të liga, mund të jetë i sigurt se fuqia e koncentrimit që ai fiton do t'i fuqizojë këto dëshira dhe synime, dhe herët avon do t'i realizojë ato. Mungesa e aftësisë së saj dalluese dhe përqafimi jo kritik i stimujve të mendjes së saj do ta kthejnë fuqinë e saj të përqendrimit kundër saj. Në vend të një mjeti çlirimi, kjo fuqi më pas do të bëhet një instrument me anë të së cilit ajo krijon skllavërinë e mëtejshme dhe krijon karm të ligë. Për çdo tolerancë ndaj prirjeve negative, qoftë edhe të vogla, të mendjes sonë, për çdo kënaqësi, nëse e meritojmë, nga arritja e një niveli të caktuar shpirtëror, thjesht për çdo gjë që na bën të qetësojmë vigjilencën dhe të humbasim aftësinë dalluese, ne do ta paguajmë gjithmonë shtrenjtë. Nëse i lejojmë vetes të besojmë se jemi në një nivel kaq të lartë shpirtëror sa asgjë nuk mund të na rrezikojë më, do të biem pre lehtësisht e vazanave tanë, fuqia e së cilave rritet me aftësinë tonë për të koncentruar. Sa po t'i pranojmë këto vasana si tonat, ose në të vërtet identifikohemi me to, ne fillojmë të përqendrohemi në to duke i fuqizuar dhe ushqyer ato. Historitë e jetës së shumë të urtëve dhe shenjtorëve të mëdhenj janë plot me vepra në duke të pakuptueshme dhe mendime të dyshimta të këtyre personave. Shpjegimi më i lehtë: këto qenie madhështore shpirtërore ran prej disa vasanave që nuk arritën t'i njinin dhe t'i shpërndanin me kohë. Në vend të kësaj, ata i fuqizuan ato me fuqinë e pamas së koncentrimit të tyre. As më madhështorët nuk janë të sigurt kundër dështimeve të tilla. Kostoja është e lartë, megjithse një pengesë në rrugën shpirtërore, apo edhe një rënje. Kjo ka të bëjë edhe me vasanet që përgjithsisht mbahen si të mira. Nëse dikush ndjen një kërkesë për të shpëtuar botën, një duhet të mendojë se ai ose ajo do të lidhet me këtë botë. Dhe duke qenë se kjo botë materiale është bota e rënë nga Zoti, është e qartë se çfarë e pret atë. Robëria, zhgënjimi, e liga dhe vuajtja. Historia e jetës së Gandhit është një paralajmërim serioz për ata që priren t'i ndjekin verbërisht emocionet e tyre, pa dallim të matur. Kapitulli 5. Përqendrimi me një pikë. Shumë libra jogik përdorin një frazë, përqendrimi i mendjes me një pikë, ose pak më mirë, përqendrimi i mendjes në një pikë. Ndoshta si sinonim për përqendrimin e përsosur. Fatkeqësisht, ata rrallëherë shpjegojnë në detaje se çfarë ky përqendrim është dhe si mund të praktikohet. Akoma më keq, shpreha përqendrimi me një pikë i mendjes është mashtrues. Përqendrimi jogik, mistik, nuk është përqendrimi i mendjes, por i vëmendjes. Dhe vëmendja, siç shpjegohet, është një aftësi e vetdijes. Të ngatërosh mendjen me vetdijen dhe të mos e kuptosh ndryshimin midis të dyjave është një pengesë serioze për rritjen shpirtërore të dikujt. Thënë lirshëm, mendja është parimi i kryerjes së aktiviteteve mendore.
Vetdia, pra, është një parim shumë i ndryshëm. Parimi i së qenit i vetëdijshëm për veten dhe objektet e perceptuara. Përqendrimi i mendjes është të menduarit e fokusuar, i përdorur për shembull nga studiuesit. Megjithatë, të menduarit e fokusuar për objektin e zgjedhur nuk është meditim, nëse përdoret fare në jetën shpirtërore. Termi i dur për të është meditimi. Meditimi jogik nuk mund të merret me mendjen, por me vetdijen. Qëllimi është përqendrimi më i mpret i mundshëm i vetdijes, si shoqëruar nga qetësia më e lartë e mundshme e mendjes. Cilësia e përqendrimit të vetdijes është e rëndësishme. Megjithatë, rezultatet e përqendrimit përcaktohen kryesisht nga objekti i përqendrimit. Për ta kuptuar këtë, kujto se vetdia është një parim jetëdhënës dhe indirekt, energjik. Ku shkon vëmendja e vetdijes, aty shkon edhe shakti, energjia. Duke u përqendruar në një objekt, ti e bën, literalisht, objektin më real, më të gjallë, më ekzistues, si dhe e jep ato energji. Prandaj, nëse përqendrohesh në një pikë në mur ose në majë të hundës, nuk mund ta kuptosh kurrë Zotin ose të arrish ndriçim, pavarësisht se sa i përsosur është përqendrimi, koncentrimi yt. Gjithçka që mund të bësh është të përmirësosh aftësinë tënde për të përqendruar, koncentruar. Të presësh diçka tjetër nga një praktikë e tillë do të thotë të kesh shpresa jo reale. Cili do qoftë koncentrimi yt, ne mund të presim të realizojmë dhe të aktivizojmë vetëm objektin e koncentruar dhe asgjë tjetër. Nëse përqendrohemi në diçka jo të mirë ose të ligë, ne në mënyrë të pashmangshme shoqërohemi me të, duke shkaktuar përfundimisht dëm për veten tonë. Kjo vlen pavarësisht nëse koncentrimi ynë ishte i qëllimshëm dhe i vetëdijshëm, ose spontan dhe i pavetëdijshëm. Përqendrimi i pavetëdijshëm në veprat apo mendimet e liga është pikërisht arsyeja pse ka kaq shumë të këqija në botë. Të gjithë ne, në mënyrë të pavetëdijshme, koncentrohemi tek e keqja në forma të panumërta. Urrejmë, kemi zili, dëshirojmë dëm ndaj të tjerëve, e kështu me radhë. Me këtë ne e forcojmë dhe e gjallërojmë vazhdimisht pjesën e së keqes së vetes. Përfundimisht, kjo pjesë fillon të sundojë gjithë qenien tonë. Ne fillojmë të veprojmë nga urrejtja. Stimuj tanë bëhen egoist ose të ligë. Sipas ligjit të shkakut dhe pasojës, një veprim i tillë mund të ketë vetëm një pasojë të tillë. Herë të vonë, e keqja që lëshuam do të na kthehet, duke na sjellë dhimbje dhe vuajtje. Kjo është arsyeja pse etika dhe kontrolli i mendjes janë kaq të rëndësishme, veçanërisht për ata që praktikojnë koncentrimin, dhe mendja e së cilëve është përjedhoj më e fortë. Meqense rezultatet e koncentrimit varen fort nga objekti i koncentrimit, shumë teknika dhe ushtrime të veçanta të përdorura në yoga mund të kenë shumë efekte të kufizuara. Vetdia, e cila përqendrohet në meditim, është një nga parimet më të larta hyjnore. Meqense objekti i përqendruar është kaq i rëndësishëm, është më mirë të përqendrohemi në vetdije. Në një përqendrim të tillë nuk ekziston më dualiteti i përqendrimit dhe të përqendruarit. Të dy janë një dhe në këtë njëshmëri ne njohim dhe kuptojmë veten. Ne kuptojmë se jemi vetdije e cila është e vetëdijshme për veten dhe për gjithçka përreth. Ne kuptojmë se vetdia është vetja jonë e vërtetë. Vetdia si e tillë është jo aktive. Ne e sjellim atë në veprim. Do me thënë, ne e drejtojmë vëmendjen e saj tek një objekt i zgjedhur ose tek vetdia vetë,
qoftë me vullnet, qoftë me dëshirë. Vullneti sundohet nga arsyeja, dëshira nga dashuria. Në mënyrë tipike, vullneti dhe dëshira konkurojnë për të drejtuar vëmendjen e vetdijes. Do me thënë, orientimin dhe koncentrimin e vetdijes, si dy kuaj që tërheqin një karrocë në drejtime të ndryshme. Në këtë luftë, dëshira e nxitur nga dashuria është zakonisht më e fuqishme, sepse dashuria është një parim hyjnor, unifikues. Ajo që ne duam, ne të rrheqim drejt vetes dhe bashkohemi me të, edhe nëse arsyeja jone gjykon objektin e dashur si të papërshtatshëm. Mosmarrveshja midis arsyes dhe dashurisë është burimi i vetëm problemeve shumë të shpeshta me përqendrimin. Përqendrimi i përsosur është i pamundur nëse nuk e heqim këtë mosmarrveshje. Megjithatë, ne nuk mund t'i shtypim dëshirat tona me vullnet, sepse kjo nuk zgjidh asgjë. Për të vendosur arsyen dhe dashurinë në linjë, ne duhet të njohim keqdashjen e dëshirave të gabuara. T'i shpërndajmë ato dhe të fillojmë të duam atë që është e mirë dhe e drejtë, në vend të keqes dhe së gabuarës. Edhe një herë, nga një anë tjetër, arrim të rëndësia e etikës dhe kontrollit të mendjes. Jo vetëm që yoga apo misticizmi i vërtet është i pamundur pa këto të dyja, por dhe më keq, mungesa e tyre është e rrezikshme nëse jo e dëmshme. Ata që kanë vullnet të fortë, por pak kontroll mbi emocionet e tyre, janë në rrezik të zmadhojnë pa pastërtitë e tyre etike me fuqinë e përqendrimit që ata kanë fituar. Kjo shpjegon ekseset e sjelljes së disa jogëve dhe mistikëve. Arsyeja nuk është praktika e tyre jogike apo mistike. Arsyeja është se ata e bëjnë këtë praktikë në një mënyrë të gabuar. Ata neglizhojnë pastrimin e mendjes, etikën dhe anashkalojnë prirjet e tyre negative. Nëse e duam diçka dhe e vlerësojmë atë, e dashurojmë e dëshirojmë atë, është e lehtë për ne të përqendrohemi në të. Meqenëse se dashuria dhe dëshira janë parimet unifikuese, ato kanë aftësinë të na sjellin gjithçka që ne dëshirojmë me të vërtetë, që e dëshirojmë fort dhe me gjithë zemër. Kjo dhe shpjegon pse ndjekësit e rrugës së dashurisë, quajtur Bhakti Yoga, zakonisht i arrin qëllimet e tyre më shpejt se sa ndjekësit e rrugëve që përdorin vullnetin dhe arsyen. Një kërkues i mençur e shfrytëzon fuqinë e dashurisë me qëllim, edhe nëse e gjen veten në rrugën e dijes ose të fuqisë. Kjo përshpejton ndjeshëm përparimin e tij. Udhëzimet se si të përqendrohemi shpesh na nxisin të transferojmë vetdijen tonë në një pjesë të caktuar të trupit tonë ose në një çakër. Kjo shpesh kuptohet si një drejtim për të kthyer vëmendjen tonë atje. Transferimi i vetdijes, megjithatë, është shumë më tepër se sa thjesht përqendrim i vëmendjes. Udhëzimi në vazhdim duhet të merret literalisht fjalë për fjalë. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm për veten, qenien tonë, në hapësirën e zgjedhur dhe të përjetojmë me vetdije identitetin dhe njohshmërinë tonë me këtë hapësirë. Ata që e interpretojnë termin transferimi vetdijes në mënyrë të gabuar e kuptojnë pak se çfarë është vetdija dhe vëmendja. Vetdija dhe vëmendja nuk janë sinonime. Vetdija është një parimi së qenit i vetëdijshëm, vetë thelbi i qenies sonë. Vëmendja është aftësia e vetdijes për të përqendruar, koncentruar në një objekt të zgjedhur. Nëse vetdija përqendrohet në një objekt, objekti vëzhgohet nga perspektiva e vetdijes. Në këtë rast, ekziston një distancë, qoftë në kuptimin e jashtëm apo të brendshëm, midis vetdijes dhe të vëzhguarit.
Megjithse fluksi i vëmendjes ndërmjet i lidh të dyja, ai nuk i bashkon ato. Megjithatë, nëse vetdia transferohet në një objekt, distanca midis të dyjave bëhet 0. Vetdia ndodhet në të vëzhguarin dhe është i vetëdijshëm për veten në të vëzhguarin. Vëzhguesi ndërthuret me të vëzhguarin. Përqëndrimi në të cilin vetdia kalon tek e vëzhguara është cilësisht më e lartë dhe më efektive se përqëndrimi në të cilën të dyja janë të ndara. Ndërmjet identifikimit të vetdijes me të vëzhguarin, ndikimi jetëdhënës si vetdijes arrin maksimumin në vetë, ashtu si edhe sjellja shoqëruese e energjisë. Duke transformuar vetdijen, kështu, njeriu mund të aktivizojë çakrat e dikujt ose të ngrej kundalinin. Nëse, siç mund të dëgjohet ndonjëherë, një qenie artificiale mund të krijohet nga imagjinata, një krijim i tillë gjithashtu duhet të kërkojë transferimin e vetdijes. Kur vetdia jonë e kthen vëmendjen te vetja, ne bëhemi të vetëdijshëm se kush ose çfarë mediton. Të meditosh duke mos ditur se kush mediton është ignorancë. Të meditosh duke ditur se kush mediton është mençuri. Çelësi i gjithçkaje që ne kërkojmë nuk është ajo që meditojmë, por ajo që mediton. Nëse pritet kaq shumë nga meditimi, a nuk kemi të drejtë të presim shumë më tepër nga ajo që mediton, me të cilën meditojmë dhe që na sjell frytet e meditimit. Të gjitha llojet e meditimit mund të ndahen në 2 grupe themelore: meditimet mbi objektet dhe meditimet mbi subjektin meditues. Të meditosh mbi temën që mediton është rruga më e lartë, më e drejtë për drejtë dhe më e shkurtër drejt së vërtetës.